Presidenti serb Aleksandar Vučić ka udhëtuar drejt Moskës për të qenë pjesë e paradës së fitores në fsheshin e Kuq. Pas pjesëmarrjes së tij, ai ka planifikuar takimin në 9 maj me homologun e tij rus Vladimir Putin. Mbi këtë vizitë ka reaguar sot zyra e presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani. Këshilltari të parë së shtetit, Bekim Kupina, thotë se vizita e Vučićit në Moskë konfirmon jo vetëm afërsinë ideologjike të tij me një regjim autokratik e agresor si ai i Putinit, por edhe orientimin e Serbisë kundër vlerave dhe parimeve euroatlantike. Vizita e ish-ministrit të Miloševićit, Vučić në Moskë, konfirmon jo vetëm afërsinë ideologjike të tij me një regjim autokratik e agresor si ai i Putinit, por edhe orientimin e Serbisë kundër vlerave dhe parimeve euroatlantike. Po ashtu shtregues se Vučić do të vazhdojë veprime destabilizuese kundër rajonit tonë me bekimin e Moskës, thot Kuptina. Tutja i shton se kjo vizitë le të shërbejë si një kampanë alarmi edhe për të gjithë ata përfaqësues evropian, të cilët mbështesin pakusht Vučićin me shpresën se ai do të kthehet ka perëndimit. Vučić në Moskë e në shërbim të plotë të Putinit është edhe rezultati politikave akomoduese, të cilat i përdorin shumë politikanë perëndimor ndaj tij, duke injoruar veprimet e tij destabilizuese ndaj fshijve të cilat i ngjajnë atyre të viteve të 90-ta, ka thënë ai.